Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Çdo person është i shpëtuar me anë të gjakut të Jezus Krishtit në Golgota. Dhe kjo është mënyra e vetme me anë të së cilës mund të shpëtohet një njeri. Të nderuar dëgjues, mirë se vini në emisionin e sotëm, Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Radioja, televizioni, transmetimet satelitore dhe tani interneti kanë siguruar mundësitë e jashtëzakonshme të shpërndarjes së mesazhit të Ungjillit. Megjithatë, ende ka shumë njerëz që nuk kanë mundësi ta përdorin teknologjinë moderne. Madje disa prej tyre nuk kanë as Bibla dhe as libra të krishterë. Lind pyetja: a do të jenë këta njerëz përgjegjës për të vërtetën që nuk e kanë njohur kurrë? Sot, Dr. Stanley përgjigjet kësaj pyetjeje shekullore duke shqyrtuar me kujdes kapitullin e parë të letrës drejtuar Romakëve. Qëndroni me ne për të parë se çfarë ndodh me ata që s'kan dëgjuar kurrë. Këtu me ju është Dr. Stanley. Shpeshherë, kur njerëzit ballafaqohen me Ungjillin dhe ti flet me ta, ata do të pyesin: ç'ndodh me ata që s'kan dëgjuar kurrë? Arsyeja pse e bëjnë këtë pyetje nuk është se janë të shqetësuar për ata që s'kan dëgjuar kurrë, por sepse kjo është mënyra e tyre për të pranuar ballafaqimin me të vërtetën e Ungjillit dhe me vendimin që duhet të marrin. Por kjo është një pyetje legjitime. Ç'ndodh me ata që nuk e kanë dëgjuar kurrë të vërtetën e Ungjillit? Çfarë qëndrimi do të mbajë Perëndia kundrejt tyre në ditën e gjykimit? Pikërisht kjo është edhe tema e emisionit të sotëm. Ata që nuk kanë dëgjuar kurrë. Do të doja t'i hapni Biblat tuaja te kapitulli i parë i letrës drejtuar Romakëve, sepse para se t'i përgjigjemi kësaj pyetje, duhet të shohim se cili është qëndrimi i Perëndisë kundrejt njerëzimit. Pra, cili është këndvështrimi i Perëndisë? Një nga gjërat që duhet të bësh kur merresh me një çështje si kjo është të ndash ndjenjat e tua nga e vërteta e Perëndisë, sepse të gjithë ne kemi ndjenja për disa gjëra dhe dashuri për njerëz të ndryshëm dhe mendojmë: Perëndia nuk do ta bëj kurrë këtë gjë. Nuk është ky Perëndia që njoh unë. Puna është se Perëndia që njohim unë dhe ti duhet të jetë Perëndia i Biblës. Kështu që çfarë thot ai? Le të lexojmë së bashku letrën drejtuar Romakëve, kapitulli i parë, vargjet 18 deri në 25. Sepse zemërimi i Perëndisë zbulohet nga qielli për çdo pabesi e padrejtësi të njerëzve që mbysin të vërtetën në padrejtësi. Meqense ajo që mund të njihet prej Perëndisë është bërë e dukshme në ta, sepse Perëndia ua ka shfaqur atyre, në fakt, cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krijimi i botës shihen qartë me qëllim që ata të jenë të pafalshëm. Sepse megjithse e njohën Perëndin, nuk e përlëvduan as e falenderuan si Perëndi. Përkundrazi, u bën të pamend në arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre pa gjykim u errësua. Duke deklaruar veten të urtë, u bën të marr dhe shndërruan lavdinë e Perëndisë së pakallshëm në një shëmbëllim të ngjashëm me atë të një njeriu të kalpshëm, të shpendëve, të kafshëve, të katërkëmbshëve dhe rreshjanorëve. Prandaj Perëndia ja dorëzoi papastërtisë në epshet e zemrave të tyre në mes vetë atyre, që e ndryshuan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër dhe adhuruan dhe i shërbyen krijesës në vend të krijuesit që është i bekuar për jetë. Amen. Sipas këtyre vargjeve, është e qartë se mëkati e bëri njeriun fajtor dhe pa kurfar justifikimi në sytë e Perëndisë së shenjtë. Ndonjëherë dikush mund të thotë: prit një minutë, çfarë do të ndodh me njerëzit që nuk kanë dëgjuar kurrë dhe nuk u është dhënë asnjë mundësi ta njohin Perëndin? Të shohim nëse kjo është e vërtetë. Dëgjoni se ç'thot Perëndia lidhur me këta njerëz. Ai thot në këtë pasazh
se ka dy mënyra për të zbuluar që ka një Perëndi dhe ai është i vërtetë. Lexojmë edhe një herë letrën drejtuar Romakëve, kapitulli i parë, vargu 19. Meqense ajo që mund të njihet prej Perëndisë është bërë e dukshme në ta, sepse Perëndia ua ka shfaqur atyre. Perëndia ka shkruar në ndërgjegjen e çdo njeriu gjërat që janë të drejta dhe të gabuara. Ka njerëz që e kanë mbytur kaq shumë të vërtetën, e kanë refuzuar dhe e kanë lënë Perëndin jashtë jetës së tyre në mënyrë absolute derisa kanë ardhur në atë pikë që besojnë se disa gjëra që janë të vërteta nuk janë absolutisht të vërteta. Por ata nuk kanë lindur me këtë ide. U është shfaqur të shtypin, mohojnë, të lënë jashtë dhe të injorojnë Perëndin për një kohë të gjatë, saqë ndërgjegja e tyre u dobësua dhe mendimet filluan të shtremëroheshin. Kështu pra, kur lexon këtë pasazh, kupton që Perëndia e bëri shumë të qartë. Perëndia e bëri të dukshme në ta. Dëgjoni vargun 20. Në fakt, cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hynia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krijimi i botës, shihen qartë me qëllim që ata të jenë të pafalshëm. Pra, Perëndia nuk është i dukshëm vetëm në ndërgjegjen e njeriu, por ai tha, edhe në krijimin. Disa njerëz thonë, nuk besoj tek Zoti, por tek evolucioni. Pra, disa njerëz mund të thonë, nga zgjeja shpërtheu diçka dhe u formua toka dhe ameba një qelizore filloi të rrite dhe të shumoje dhe ja cili është rezultati sot. Por unë dhe ti e dim që kjo nuk është as pak e vërtet dhe shumë interesante që gjithmonë më shumë shkencëtarët sot po kuptojnë që universi duhet të ketë patjetër një krijues. Mendoni pak për diellin, hënën, yjet, yjësit dhe gjithçka, rregulli me të cilin ata funksionojnë, rrotullimin e tokës, sasinë e të nxehtit, të ftohtit dhe të baticave, efektin e hënës tek baticat. Shikoni pjesën e brendshme të mrekullueshme të një trëndafili që ka lulëzuar dhe do të ndjeni aromën e jashtëzakonshme dhe gjithë bukurinë e tij. Perëndia është në çdo pjesë të tij. Pse? Sepse ai është krijuesi i tij. Ja se çfarë po thot Perëndia. Nuk ka shfaqsim për njeriu që thot se nuk ka Perëndi, sepse krijimi i Perëndisë është kaq i fuqishëm saqë ai e bën njeriu krejtësisht fajtor kur mohon ose i kthen kurrizin Perëndisë ose e mbyt atë kur thot nuk ka Perëndi. Perëndia tha, nuk ka shfaqsim për ta. Par nga ky këndvështrim, ti mendon, në rregull, Perëndia ka zbuluar veten e tij në ndërgjegjen e njeriu dhe në krijimin gjithashtu. Le të shohim 2000 vjet më parë, kur Perëndia e zbuloi veten edhe në një mënyrë tjetër, në prezencën e Zotit Jezus Krisht. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 14, vargu 9, lexojmë. Jezusi i tha, ka kaq kohë që unë jam me ju, dhe ti nuk më ke njohur akoma o Filip? Kush më ka parë mua, ka parë Atin. Si vallë po thua, na e trego Atin? Pra, sot Perëndia e ka zbuluar veten e tij në njerëzit në 3 mënyra që e bën njeriu krejtësisht fajtor për mohimin e Perëndisë dhe jetën e tij mëkatare. Njëra mënyrë ka të bëjë me ndërgjegjen e shkruar në ndërgjegjen e çdo personi, kushdo qoftë ai. Mënyra tjetër ka të bëjë me krijimin. Nuk ka asnjë shpjegim për krijimin përveç se ekzistencës së një qenie hyjnore që me inteligjencën dhe fuqinë e saj krijoi gjithçka dhe mban gjithçka. Dhe mënyra e tretë ka të bëjë me personin dhe mesazhin e Jezus Krishtit. Tani dëgjo me kujdes këtë pohim. Perëndia nuk e dënon një njeri në ferr për shkak se ka mohuar apo nuk ka besuar në një ungjill që nuk e ka dëgjuar kurrë. Dënimi i Perëndisë bazohet në mëkatin e njeriu. Dikush thot, a mundet të shpëtohet sot një person pa besuar në Zotin Jezus Krisht? Jo, nuk mund të shpëtohet pa besuar në kryqëzimin e tij. Nuk ka shpëtim të ndarë nga kryqëzimi i Jezusit. A duhet të besoj në Jezusin? Ne mund të bëhemi shumë sentimental ose mund të kërkojmë të vërtetën dhe dikush thot, e kuptoj pse bëhet sentimental. Burri, gruaja, vllai, motra ime nuk kanë shkuar në kishë, ata nuk kanë besuar kurrë në Bibël, por e dini, ata janë shumë të mirë dhe të sjellshëm. Perëndia thot tek Jeremia kapitulli 17, vargu 9. Zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njohë atë?
Ti mund të jesh një njeri i mirë dhe i sjellshëm me njerëzit, por kjo nuk ka lidhje me mëkatin në jetën tënde. Ne kemi ardhur në këtë botë me një prirje për të qenë larg Zotit, por ne kemi dy zgjedhje: ose do të ballafaqohemi me Perëndin duke mbartur mëkatet tona, ose duke ditur që Jezus Krishti vdiq për mëkatet tona, do ta pranojmë atë si zëvendësuesin ton. Çështja është: a mund të shpëtohet ndokush pa besuar në Jezus Krishtin? Përgjigjja është jo. Dikush mund të thotë, s'mund ta besoj dot, si mund të jesh kaq mendje ngushtë? Përgjigjja ime është: unë jam po aq mendje ngushtë sa Jezusi. Shkoni tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 3, vargjet 15 deri në 16. Që kushdo që beson në të mos u mbas, por të ketë jetë të përjetshme, sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos u mbas, por të ketë jetë të përjetshme. Tani shkoni tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 3, vargu 36. Kush beson në birin ka jetë të përjetshme, kurse kush nuk i bindet birit nuk do të shohë jetë, por zemërimi i Perëndisë qëndron mbi të. Perëndia është përgjegjës për ta çuar të vërtetën tek ata që dëshirojnë ta njohin atë. Pra shkrimi është shumë i qartë dhe ka akoma shkrime të tjera. Pali tha tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 10, vargu 13. Në fakt, kushdo që do ta thërras emrin e Zotit do të shpëtohet. Tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 10, vargu 9 thuhet: sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Dëshmia e shkrimit është dëshmia e fjalës së Perëndisë, që nuk ka shpëtim të ndarë nga kryqi, nga vdekja e shfaqësuese Jezus Krishtit, që lau të gjithë mëkatet e botës. Nuk ka shpëtim pa besimin tek personi i Jezus Krishtit. Dua të shohim së bashku Veprat e Apostujve, kapitulli 10, vargjet 30 deri në 38. Korneli po i flet Pietrit. Dhe Korneli u përgjigj: para 4 ditësh kisha agjëruar deri në këtë orë, dhe në orën 9 po lutesha në shtëpinë time. Kur ja, një njeri me rroba të shndritshme qëndroi para meje dhe tha: Kornel, lutja jote tu plotësua dhe lmoshat e tua u kujtuam para Perëndisë. Dërgo pra ndonjë njeri në Jope dhe thirrë Simonit të mbiquajtur Pjetër. Ai ndodhet në shtëpinë e Simonit, regjës lëkurësh, pranë detit, dhe kur të vi, ai do të flasë. Kështu dërgova me një herë të thrasin dhe ti bëre mirë që erdhe. Tani, ne këtu jemi të gjithë në praninë e Perëndisë, për të dëgjuar gjithçka që Perëndia të ka urdhëruar. Dhe Pietri hapi gojën dhe tha: në të vërtet, unë po e marr vesh se Perëndia nuk tregohet i anshëm, por në çfarë do kombi, ai që ka frikë prej tij dhe që vepron drejtësisht, është i pranuar nga ai. Sipas fjalës që ai u ka dhënë bijve të Izraelit, duke u shpallur paqe me anë të Jezus Krishtit, që është Zoti i të gjithëve. Ju e dini se çka ndodhur në mbar Juden, duke filluar nga Galilea pas pagëzimit që predikoi Gjoni. Se si Perëndia vajosi me frymën e shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të. Pietri predikoi një mesazh këtu, dhe tek vargjet 44 deri në 45 lexojmë: ndërsa Pietri ende po i thoshte këto fjalë, fryma e shenjtë zbriti mbi të gjithë ata që po e dëgjonin këtë mesazh, dhe të gjithë besimtarët që ishin të rreth prerë, të cilët kishin ardhur me Pietrin, u mrekulluan që dhurata e frymës së shenjtë u shpërnda edhe mbi jo hebrejt. Ata filluan të flisnin në gjuhë të panjohura. Dikush thotë: a duhet të flasësh në gjuhë të panjohura që të shpëtohesh? Jo. Ky ishte manifestimi i të vërtetës së Perëndisë në atë ditë, sepse ishte e rëndësishme në atë ditë që Perëndia të tregonte miratimin e tij për atë që po ndodhte. Por rrjedhoi kur Pietri predikoi ungjillin, ata besuan. Pse? Ajo që dua të kuptoni është se Perëndia i dha të gjithë të vërtetën Kornelit, sepse ai ishte një njeri i devotshëm që përpiqej të bënte atë që ishte e drejtë. Tani, nëse dëshironi, do të doja të ktheheshit edhe një herë tek Veprat e Apostujve, kapitulli 10, vargjet 34 deri në 35. Atëherë Pietri hapi gojën dhe tha:
Në të vërtetë unë po e marr vesh se Perëndia nuk tregohet i anshëm. Por në çfarë do kombi, ai që ka frikë prej tij dhe që vepron drejtësisht, është i pranuar nga ai. Nuk ka rëndësi se në shtëpisë të botës jeton një person. Ai ka frikën e Perëndisë, ndoshta nuk e di se kush është Perëndia, por dëshiron të qëndrojë besnik së vërtetës që i është zbuluar. E sa herë që përpiqemi të qëndrojmë besnik të vërtetës që na ka zbuluar Perëndia, çfarë ndodh? Ai dërgon më shumë dritë dhe më shumë vërtetësi. Perëndia merr përgjegjësinë për t'u shfaqur të vërtetën atyre që dëshirojnë vërtet ta njohin atë. Tani, pa e hequr mendjen nga kjo që sapo folëm, dëshiroj të shohim disa pasazhe të shkrimit që mendoj se duhet t'i kemi parasysh. Shkojmë së bashku tek Ezekieli kapitulli 33, vargu 11. U thuaj atyre, ashtu siç është e vërtet që unë rroj, thot Zoti, unë nuk kënaqem me vdekjen e të pabesit, por që i pabesi të ndryshoj rrugën e tij dhe të jetoj. Perëndia tha, unë nuk kënaqem me vdekjen e të pabesit. Jezusi tha tek Ungjilli Gjonit kapitulli 3, vargu 17, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoj botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Perëndia nuk kënaqet me vdekjen e të pabesit. Perëndia nuk do të dënoj askënd. Perëndia është Perëndia i dashurisë, por ai është gjithashtu edhe Perëndia i drejtësisë. Perëndia e urren mëkatin, por e do mëkatarin. Perëndia e përbuz mëkatin, por e do mëkatarin. Perëndia është gati të shfaqë vetveten kujdo që dëshiron të njohë të vërtetën. Kur njerëzit e lënë jashtë të vërtetën, e shtypin, e mbyllin Biblën, e lënë jashtë kishën dhe predikimin e Ungjillit dhe nuk duan të kenë pjesë në to, Perëndia i dorëzon ata në një mendje të shtrembëruar dhe janë përfundimisht të humbur. Dëgjoni tani se ç'thot Jezusi për njerëzit në kohën e tij, të cilët e dëgjuan të vërtetën dhe si u përgjigjen. Ungjilli Mateut, kapitulli 10, vargu i parë. Pastaj Jezusi i thirrri të 12 dishepujt e tij rreth vetes dhe u dha autoritet t'i dëbojnë frymërat e ndyra dhe të shërojnë çdo sëmundje e çdo lëngat. Tek Ungjilli Mateut, kapitulli 10, vargjet 11 deri në 15, ai është duke i mësuar ata. Në çfarëdo qytet ose fshat që të hyni, pyetni nëse ka aty ndonjëri të denjë dhe banoni tek ai deri sa të niseni. Dhe kur të hyni në shtëpi, e përshëndetni. Dhe nëse ajo shtëpi është e denjë, le të vijë paqja juaj mbi të. Por nëse nuk është e denjë, paqja juaj le të kthehet përsëri tek ju. Dhe nëse dikush nuk ju pret dhe nuk i dëgjon fjalët tuaja, duke dalë nga ajo shtëpi ose nga ai qytet, shkundni pluhurin nga këmbët tuaja. Dëgjoni me kujdes vargun tjetër. Dhe në të vërtetë po ju them, se ditën e gjykimit, vendi i Sodomës dhe i Gomorës do të trajtohet më me shumë tolerancë se sa ai qytet. Përse ishin të njohura Sodoma dhe Gomora? Sodoma dhe Gomora ishin simbol biblik për pabesin, poshtërsin, papastërtin dhe imoralitetin. Ato janë simboli i më të këqijave. Dhe çfarë thot Jezusi? Ai thot, nëse shkoni në një qytet, predikoni ungjillin dhe njerëzit nuk pranojnë t'ju dëgjojnë, ndërsa po u tregoni të vërtetën që unë ju kam treguar, në ditën e gjykimit, Sodoma dhe Gomora do ta kenë më të lehtë se ai qytet. Tani, mik, unë nuk e di se si e interpretoni ju këtë, por Jezusi tha, ditën e gjyqit, Sodoma dhe Gomora, qytetet më të njohura për pabesin, poshtërsin, mëkatin, papastërtin, imoralitetin në të gjithë fjalën e Perëndisë, do të trajtohen me më shumë tolerancë se sa ata që njohin të vërtetën, por e mohojnë. Mbaj mend, gjykimi i Perëndisë është i drejtë. Ai nuk gabon kurrë, ai është gjithmonë i drejtë. Së dyti, njeriu do të gjykohet duke u bazuar në 3 gjëra. Është shumë e qartë në këtë pasazh. Ai do të gjykohet nga shkalla e njohurisë që ka marrë. Sa njohuri kishin Sodoma dhe Gomora krahasuar me Jeruzalemin ose qytetet e tjera në të cilat Jezusi kreu mrekullitë e tij. Shikoni se ç'thot Jezusi tek Ungjilli Mateut, kapitulli 10, vargu 15. Dhe në të vërtetë po ju them se ditën e gjyqit, vendi i Sodomës dhe Gomorës do të trajtohet me më shumë tolerancë se sa ai qytet. Të gjithë ne do të gjykohemi mbi bazën e njohurisë për të vërtetën që kemi dëgjuar.
Ja përse po ju them se është e rrezikshme që ta dëgjosh ungjillin dhe të mos i përgjigjesh pozitivisht. Dhe do të doja t'i thoja gjithkujt, nëse shkon në një kishë dhe ke vendosur që të mos merresh me Biblën, kishën, shkrimin dhe do që ato të mos kenë pjesë në jetën tënde, do të ishte më mirë që të mos shkoje në kishë fare, sepse nëse e dëgjon një herë ungjillin, ti mban plotësisht përgjegjësi. Ti mund të thuash kushdo dhe kudo qofsh. Unë sapo e ndeza radion sot në këtë program se jam kurioz se për çfarë po flisni. Keni bërë një gabim shumë të madh sot duke dëgjuar nëse nuk keni ndërmend ta pranoni Jezus Krishtin si shpëtimtarin personal. E kuptoni se keni dëgjuar mjaftueshëm të vërtetën për të qenë përgjegjës para Perëndisë plot fuqishëm dhe nuk do të mundi kurrë të shpëtoni pavarësisht se sa dyshim dhe mosbesim keni. Së pari, ne do të gjykohemi në varësi të njohurisë që kemi marrë. Së dyti, sa mundësi kemi patur? Dhe së treti, çfarë bëm me këtë mundësi? Çfarë bëra unë me mundësinë që pata? Sa njohuri kam? Ja se çfarë shkakton kjo. Ajo e vendos çdo person në të njëjtin nivel para Perëndisë. Ne nuk kemi përse të shqetësohemi se mos Perëndia bën ndonjë gjë gabim. E dini çfarë? Ai gjithmonë ka për të vepruar drejt. Ai ka për të qenë i drejtë sepse është Perëndia i drejtësisë dhe i dashurisë. Vendose besimin tënd tek ai. Ai nuk tha vetëm po të kesh bërë gjërat e mëposhtme, ose vetëm po të kesh mëkatuar 40 vjet, ose ti je një përjashtim. Shiko se çfarë tha ai tek Letra drejtuar Romakëve kapitulli 10, vargu 13. Kushdo që do ta therras emrin e Zotit do të shpëtohet. Kur ti e therret atë, i kërkon falje për mëkatet dhe pranon se ka vetëm një Perëndi të vërtet dhe se Jezus Krishti është biri i tij. Pranon se ke mëkatuar kundra tij, se meriton ferrin dhe i kërkon hir, mëshirë dhe dashuri, atëre ai nuk ka për të refuzuar. Jezusi tha tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 6, vargu 37. Gjithçka që më jep Ati do të vijë tek unë, dhe atë që vjen tek unë nuk do ta nxjerr jashtë kurrë. Kjo është ftesa e birit të Perëndisë për të gjithë ata që janë të gatshëm ta besojnë atë, thjesht të besojnë, sepse kjo tregon kush është ai. Ai është një Perëndi që të do pa kushte. Zoti po të ofron ty sot dhuratën e jetës së përjetshme përmes birit të tij. Sa më shumë ke dëgjuar për të vërtetën, aq më shumë do të përgjigjesh për të. Shpjegimi i qartë që i bëri Dr. Stanley Ungjillit të bën ty të pa justifikueshëm përpara Perëndisë së Shenjtë. Vendos sot ta pranosh Krishtin si shpëtimtarin tënd dhe fillo të njihesh me Perëndin që të do dhe dëshiron të plotësojë çdo nevojë tënde. Bibla e bën të qartë se Jezusi është rruga e vetme e shpëtimit. Tek Gjoni kapitulli 10, vargjet 7 deri në 10, Jezusi tha: Në të vërtet po ju them, unë jam dera e deleve. Të gjithë ata që erdhën para meje janë vjedhës dhe kusar, por delet nuk i kanë dëgjuar. Unë jam dera, nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet, do të hyjë, do të dalë dhe do të gjejë kullot. Vjedhësi nuk vjen vetëm për të vjedhur, për të vrarë dhe për të shkatëruar, por unë kam ardhur që të kenë jetë dhe ta kenë me bollëk. Merr sot dhuratën e jetës së përjetshme, ndërsa vendos besimin tënd tek Jezus Krishti për faljen e mëkateve të tua. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.